Që ta delsh në Shqipëri do të jashtëzakonisht shumë punë. Kush është në Ilirin vërtet? Kush janë ëndrat tuaja, ambicet tuaja? Që ka një eksperiencë pak si e çuditshme të jesh nga krahu tjetër i mikrofonit, sepse gjithmonë prit, cila do të jetë pyetja e radhës. Okej. Pak si e çuditshme si eksperiencë. Pesimizmin maksimum. Me keni fije mo do ja dalën vasa. Manifestoje, po çoj lëviz venit edhe ban punën. Po. Një njeri që unë e kam deklaruar dhe kur isha pjesë e Big Brother, kam bë 10 vjet emigrim, sepse nuk isha më i kënaqur me atë që po bësha. Po marrëm me podcaste, po marrëm me botën e medias në formë mënyrë të biznesin e tyne, ka një fjalë që e thonë që unë nuk jam dakord, që e thonë që shikoj, mu më bani mirë, desha me një mua të tjerë. Okej. Unë këtë nuk e besoj. Kush mendon se është dashur me fitu Big Brotherin? Big Brother fitoi lëndrimi. Për shembull ti përmend atë rrugtimin që unë e bëna nga qyteti i Tiranës në Shkodër, besoj 21 orë, se e bëna në kam, me ç'a mund të lush. Thjesht vlerësoj kurrë e shahut si mundësi të jetës tone. Ç'a ke në fush. Në Ilir, vendosëm ju bashku Success Made in Albania, me fut podcastin edhe brandin tanë personal në menaxhimin ton. Pse? Përshëndetje, mirë se vini te podcasti I Suksesit në bashkëpunim me Shahmat Podcast. Sot kam një person të veçantë, si gjithmonë, në Ilir Piri. Mirë se erdhe. Përshëndetje Xulio, mirë se gjeta. Zakonisht I prezantoj njerëzit, kush janë, ç'a bajnë. Unë po të pyes, kush jeti në Ilir? Kush jam unë? Unë jam në Ilir Piri. Nga Shkodra, krijuesi I Shahmat Podcast, ish banori Big Brother VIP Kosova 4. Kaq për momentin, që mund të mo? Qa është për te I gjanave që I shohin njerëzit, si përfaqësore? Kush është në Ilirin vërtet? Kush janë ëndrat tuaja, ambicet tuaja? Se unë prej është shofi njeri kështu driven, si I thënë anglisht. Njeri me grind, I ton kohën kështu pushing për para. Shumë që Gjulje du të thënë që ke ka një eksperiencë pak si e çuditshme të jesh nga krahu tjetër I mikrofonit, sepse gjithmonë tu prit cila do të jetë pyetja e radhës. Okej. Pak si e çuditshme si eksperiencë. Atëherë, kush është në Ilir? Në Ilir është një njeri që unë e kam deklaruar dhe kur isha pjesë e Big Brother që kam bë 10 vjet emigrim, nuk kishin punë të duhuna ose veni duhun ku isha atje dhe për këtë arsye vendosa që ta ndryshoj komplet mënyrën e jetës së time, komplet të ardhmen teme, sepse nuk isha më I kënaqur me atë që po bësha. Jam kthy në Shqipëri me këtë idenë që do vazhdoj, do punoj diçka tamam, do t'ja dal një formë tjetër të jetës. Edhe ka rreth 2 vjet e pak që jam I kthy në Shqipëri, që po marrem me podcaste, po marrem me botën e medias një formë mënyrë të qush. Jam në ato pikat që kam vendos me a dal, por prap kam kuptuar Gjulio që duhet shumë punë. Që ta delsh në Shqipëri do të jashtëzakonisht shumë punë. Okej. Këtë deli në sipërmarrje, se podcastin vetvedia është sipërmarrje, është biznes. A ke pas gjithmonë apo kur u ktheve mendove që s'du me punu mua për tjerë, du me punu me baj gja për veti? Kjo ishte një arsyeja kryesore që jam kthy. Ishte podcasti, arsyeja kryesore që jam kthy, sepse thënë drejtën e shifsha shumë në përbocë si funksiononte, nëse më anë kanë ndikur Vines, që ishin shumë famshëm, Logan Paul, Jake Paul ishin shumë famshëm, edhe këto personazhe I parë që filluan nga disa video komike, filluan të marr shumë serioz, duke bë podcaste. Edhe kjo është e para, edhe e dyta është, atë ka ndodhur ndonjëherë Gjulio për shembull kur e shef një emision ose një Blendi Fevzio për shembull, bëhet një pyetje ose gjithmonë je sikur ti isha unë do kisha dhënë këtë përgjigje do kisha dhënë. Edhe kjo ishte edhe jashtë ku jetosha ishte prath I një vit që mendoja do kthehem, do bëj podcastin. Gjithmonë ishte ajo se kur erdha këtu Gjulio, kur fola me shumë njerëz, shumë ishin, se të ftum nuk do vinë nga që je një emër që nuk njeh kush, janë personazhe që dojnë lek, kjo ishte gjëja e parë që po më thoshin, dojnë lek, nuk do të vinë sepse nuk përkrajnë, por ka ndodhur komplet e kundërta. Unë asnjëherë në jetën nuk kam paguar dikë të jetë pjesë e podcastit, edhe me çdo personazh që kam fol, ka ardhur me shumë respekt, me shumë kënaqësi, ka dalë komplet e kundërta.
Po çaj ke thonë olla se në përgjithësi ti ke marrë njerëz që kanë lloj nivelit, lloj karrierit, lloj famet në audiencë, ose në publik. Çaj ke thonë, si e prezantoj Gjule, thjesht prezantoj. Nuk shikoj ta marrësh nga ka çe thjesht është? Thjesht prezantoj. Nuk secili në vetvete është njëri thjesht kaç. Ti mund të jesh Gjulja që bën një podcast ose ke, nuk e di, disa mi followers në Instagram, por në vetvete je thjesht njëri thjesht. Ose unë të vi edhe të afroj me shumë sinqeritet, propozoj diçka në fund fundit. Nuk është ajo fama ose ajo që njerëzit nuk bashkëpunojnë, nuk dojnë, no. Tesh do më thonë të kundërtën. Atë ka ndodhur një rast që dikush s'ka qas si e ke priti, s'ka prit. Minimumi me respekt. Micën e personave që i kam kontaktu me fjalë nëpërmjet dikuj. Okej. Për shembull, ti për shembull ke pas Julin podcast që e ftovi live Egi. Bravo. Kisha Genzeneli ftoi Egi ftoi Julin, edhe kështu u lidh ajo. Por ka disa personazhe për shembull që unë nuk i kam ftu me këtë idenë që më kanë thënë se shika janë pak shtirë, ndoshta nuk do vinë edhe nuk se kam marrë monimin. Po, se kam marrë monimin, thjesht kam thënë që kur të vinë koha e duhur, kur të vinë momenti i duhur, mund të kontaktoj me këta personazhe. Okej, të kuptoj. Po në fundit çfarë është qëllimi i podcastit tonë? Se ti nise, tha që kur shoh në televizion ato analistë të tjerë që i kanë 30 vjet që janë të njëjtat figura, tha që unë mund të isha përgjigj për shkak shumë bukur tek kjo, ose thjesht ndu me lënë përgjigjen tame për këtë pyetje. Po. Përveç vedit tanë, a ka i qëllim podcasti jot? A është me inspiru, a është me dekonspiru, a është me analizu? Qëllimi është rritje personale, fundit. Rritje personale. Unë besoj se çdo gjë është rritje personale. Sepse ose si më ka funksionu mu më ka hap shumë dyrë, më ka njoft me shumë persona të dur, edhe çdo gjë që bëjmë, besoj se rritje personale. Edhe një diçka si du të pys është për shembull. E kam vërej me të ftuar me tuj, sepse ti bën një intervista, bën podcast me njerëz që kanë biznese. Edhe unë nuk jam dakord me një fjalë që thonë ata të ftuar me tuj kur vinë te studio. Okej. A ti më rrit ti. Kam vërej që ti ke të ftuar njerëz që janë të fushës biznesit. Kryesisht po. Edhe kur ato e propozojnë biznesin e tyne, ka një fjalë që e thonë që unë nuk jam dakord, që e thonë që shiko, mu më bani mirë, desha me një mua të tjertë. Unë këtë nuk e besoj. Pse? Sepse të bani mirë kush? Biznesi ti ose me rrugtimi, vetë rrugtimi. Rrugtimi ti, shiko, unë e provova për veti, ishte diçka që mu më funksionoi, edhe mendova sikur ti ndihmoj edhe të tjerët, edhe për këtë punë kam hap këtë platformë që ti duhet më pagu. Në fundit, në vetvete, kjo është një biznes. Ti ke gjetë një rrugë biznesit, edhe do të përfitosh të ardhen nga ky biznes. Por mos e shit sikur ti po bën për mirësitë të njerëzve të tjerë. Për këtë gjë nuk jam dakord. Okej. Për shembull, ishte një djalë që po tregonte se si adopsu. Po, edhe shiko, un jam adopsu kaç kile për kaç kohë, kam ka bërë shumë mirë për shëndetin tim. Blini ushqimet e mia. Me fjalë, është fush biznesit, marketing i pastër. Është marketing, por mos e shit sikur un po bëj këtë gjë për të mirën e tjerëve se duti ndihmoj qytetarët e mi. Ku e din ti valla se kanë seriozisht? Në fakt, bëj pyetje. Për me të kundërshtu për mirë, me xhar më të mirën e kësaj gjës. Ajo që më kanë thënë mua mbrapa skenave është kjo. Unë arrita lekun. Arrita me rregullu familjen time, me nxjerr prindë mi në pension, po flas si një sipërmarrës i suksesshëm. Çka kam më bë më shumë? Tash du me lënë valla prej vetit, a kupton, me inspiru. Po në fundit ai delli sipërmarrësit do të më futi fije shitje, a kupton? Po, çdo gjë është biznes. Ose në lirë për shkak. Çdo gjë është biznes, Nuk me thjesht mos e shit sikur ose janë këto kompani që thonë kena menduar për të mirën e klientit. Unë nuk e besoj kështu. Sepse në fundit është biznesi për mrena. I pyetje tjetër. Ty të ka taku me bë intervistë me Armal Mamaçin, ka taku me bë intervistë me shumë personazhe të tjerë që janë të inspirojnë ose fundit teknikisht ato të mësojnë se ti duhet ta jetosh jetën. Ishte edhe Build Different që e bën e provat e vet.
pse ekzistojnë ta njerëz? A ke pyetur veten ose pse kanë sukses ta njerëz? Çka kam nevojë unë me mësu dikush se si duhet ta jetojnë jetën? Unë menoj se këta nuk të mësojnë si me jetu jetën, po të mësojnë që përgjigjen e ke emër në vedit. Po në fundit tonë kena nevojë për i kick. Pse? Për i kickstart. Po ba, ke gjithë arsyen pse? Arsyeja është se ne futena ka herë në disa menime ose mesim xhirojmë në vend kot ndoshta, edhe se kuptojmë. Edhe dikush shef për jashtë, shef komplet pa emocion, pa asnjë interesit, edhe thotë shifir valla, se ti jetu bullshit yourself, a kupton? Është një lloj bullizmit i mirë, më thoj za. Edhe tash normalisht do e bën edhe për fitim u burse. Në fundit çose të ndryshon jeta. Nuk jam kundra pse e bën për fitim, ha? Unë është okay. Po pse kanë a ke pyet vetin pse kanë kaq shumë audiencë ose pse kanë kaq shumë, ose pse njerëzit e kanë kaq të nevojshme, unë si në lirë pse e kam kaq të nevojshme me marrë me më thonë ti mu se ç'a duhet unë me bab me jetën tame. Është i saj se mikën menimet. Është i saj Zulio si me thonë pse Tash i kam menimet kristal. Bravo. Unë menoj vëlla se ton njerëzit, 100% njerëzve kanë mini trauma, kanë ngecje, kanë futen disa vorbolla që ka herë s'din se si me dal. Edhe tash ti normalisht që është një shprehje që thotë Andrew Tate, që më pëlqen. Thotë, unë nuk mundem me marr menimet e një njeriu i cili nuk ka jetën që unë nuk du me pas. Pra nëse unë du mu ba një milioner, unë kam menaxhu një milioner, se ai e ka arrita gjan. Nuk mund e menaxhu një person që ka i profesion tjetër për shembull, sepse nuk mundesh me mësu ti mu diçka që se ke arrit vet. A kupton? Tashti këto shumica njerëzve janë në një nivel po them fillestar, a kupton? Në karrierë, në biznes e tjerë. Pse mos menaxhu dikën që ka përdor strategji të ndryshme, taktika të ndryshme, se këto eventet po si mu bë menimi kristal tash. Këto eventet vëlla, këto kanë një paragjikim njerëzit. Nuk po du me po flas sa më objektivisht që mund. Jo. Nuk janë thjesht evente motivimi. Jo, nuk është se këto mëson taktika biznesit, ëh. Shiko, nuk po them se bën gabim. Nuk po them se bën gabim. Ti thu pse e bën për lek? Jo. Nuk po them se bën gabim, pse e bën për lek. Është pure business. Por si ka mundësi? Pse duhet ty me ardh me shty dikush, me dal prej groups që ke ra. Bravo. Po të shti në fund. Është i saj e teknikisht e njëjta gjë si një instruktor palestre që të mëson ty me bë palestër. Por në vetvete ti palestrën 3 video në YouTube me pa, ti e din se si bëhet palestra. Se duhet instruktori me të mësu ty. Do me të vu para përgjësisit tash. Të vjen ty një djalë i ri, edhe thot, vlla, kam fiksim me hapi podcast. I kam kamerat, i kam dritën e kështu, po s'di me folë, por s'di me bë pyetje, këtë janë ne. Ç'a kisha thon? Ti është ullu studio. Nuk ka shkencë, thjesht ullu studio. Mendoj ke do kesh thumë përpara, do kem thumë Julian, ullu shef të paktën 4 orë. Si flet. Të paktën 4 orë podcast Julian, sepse ke material. Tapi jo nda kristal. Okay. Ke material për Julian. Ullu shef 4 orë për Julian, ma vonë kur ta kuptosh tipin e Julius, atëherë do të vinë vetë pyetjet. Por arsyeja pse unë mendoj se po pse duhet ky djalë, valla më ardh me të pyet ty ata nisi podcastin. Pse mos më nis vet? Po vallai pra ka ato pa siguritë veta, ka gjanat e veta. Ty të mjafton një fjalë me i thon, nis valla, adin don't bullshit yourself. Po në të njëjtën gjë, mendoj se thjesht njerëzit janë vjen i kohë Xhulio se ne nuk e kuptojmë, janë i fjet vetëm. Edhe këto organizatat, këto njerëzit t'japin një energji të mirë, t'japin një pozitivitet, t'japin disa shokë që i ke rreth vetit, edhe të sigurojnë se shiko se unë jam në rrugën e duhur. Thjesht të sigurojnë se je rrugën e duhur edhe vazhdoj të para. Prap thash, janë shumë të mira, janë jashtëzakonisht shumë të mira, por thjesht pse duhet me kanë? Ti e ke të individi. Jo. Thjesht ne individi, jo hosti, jo drejtuesi i eventit, individi pjesëmarrës. Bravo. Se hosti është shumë rregull. Por thjesht ne si njerëz çu e besojmë, kena nevojë për një tjetër, kena pak nevojë si Xhulia më thon na lirë bravo me podcastin më shumë bukur, edhe unë me marr një motivim më në veti. Kështu e besoj unë. Po në fundit pavarësisht se ne duhet me ul sa më shumë varësi ndaj konfirmimit të jashtëm,
Për menimin tim në fundit, menimi I shoqënisë është një lloj kompasit, një lloj njësie të matse ku jam në krahasim me shoqëninë. A din. Pra ne kena nevojë ndoshta ndoshta është një lloj kompasit I mbrëmshëm që ne me dita jena komplet apo a jena në fije. A janë në rrugën e duhur. Sepse më fal Gjuli se po bëjon pyetje, por jena bashkë moderator tash. Është edhe e tjera si po shifshat ishe ti bashkë me kolegen tonë, me Jonën, edhe po fliqit për në Shqipëni. Edhe Jona thot që mor Gjulio tha, më pëlqej diçka shumë bukur për ide. Mor Gjulio tha këtu në Shqipëni nuk ke mbështetje. Edhe ti kthej përgjigje, nuk kam nevojë për mbështetje, s'kam nevojë për mbështetje në kërkuj. Ta thamë si e kuptojnë? Unë e kuptoj në këtë mënyrë. Nuk ka se Gjulio thot nuk kam nevojë për mbështetje në kërkuj. Po nuk e la vedin dorë të tjerëve, pak a shumë. Ti ke nevojë për mbështetje, por unë du të bëhemi fort vetë, I Zoti vetës. Edhe në qoftë se unë I arrij këto gjëra vetëm pa mbështetje, imagjino sa larg shkoj me mbështetje. Fix. Edhe ishte shumë e bukur, më pëlqej shumë ajo fjala. Faleminderit. Sekond. Me qëra fjala, përshëndesim unë Kristian, sponsor general I këtij podcasti. Më shpëtoj podcastin sot se s'po mbin fjalë. Okej. Më the diçka për zhvillimin personal. Pse I ton kohën, pse I bën këto, ke bë sfida, ke shku prej në Shkodër në Tiranë kam, për me suportu një kauzë tonën. Ban promovimet qytetit Shkodrës për shembull. Ban promovimet njerëzve të ndryshëm që janë të bë, artistave. Pse jo? Ban promovimet bizneseve. Veshet për shembull, dikujt që ka një ide shumë bukur, ke sell ujin kristal për me mbështet një njeri, pavarësisht sa është apo nuk ka shoku jot, ai ka një sipërmarrje vëlla. Pse I të I bota në këta gjëra? Pse jo? Pse jo, sepse kjo është jetojmë një kohë si social media është çdo gjë. Jetojmë një kohë si edhe disa gjëra bëhen për mushje, thjesht për përmushje, thjesht për ambicie. Për shembull ti përmend atë rrugtimin që unë bëna nga qyteti I Tiranës në Shkodër që mu desht 21 orë, besoj 21 orë, që e bëna në kam, edhe ajo ishte një farë mënyrë për me pru vëmendjen të fëmijët jetim. Edhe unë nisja nga shtëpia Zybra Dhulli në Tiranë, shkova në Shkodër, ku ishte një qeshori, më priti kryetari I bashkisë, ishte festa e fëmijëve, se disa kauza Gjule, pavarësisht se unë e ti e dina se ka fëmijë që dojnë ka nevojë për birësim, por e harrojmë. Edhe në momentin që Gjulia bën diçka për këtë kauzë, ose një person tjetër e bjen në vëmendje këtë kauzë, kupton? Në ato momente ti shpreson se okay, këtë do të marrim vëmendje duar, edhe unë të bëjmë sebeb që të ndodhin diçka. Edhe më bë shumë çefi që mas asaj Mas asaj fit që unë bëna, kam fol me detyrëshe, më ka thonë që ka ofendruar shumë, më ka thonë që kena pas dy birësime, më ka thonë kena pas. Në atë kohë nuk e di, nuk kam fol më, shpresoj se mund të jenë më por më ka thonë që ka ofendruar shumë, edhe kena pas 2 birësime ato ditë. Edhe këtë bën muni mirë vetë. Po gjatë rrugës që bane, ç'a mendoshe me vedi? Mas orës 4-5. Orës të 4 edhe të 5 të rrugës. 10 orët e para, 15 orët. Tash më fal. Te sfida që ke bë. Ti thu që kam shku në kam, prej në Tiranë Shkodër. Po. Edhe shumica në kohës që kanë live me stadion. Gjatë kohës se kam mbyll. S'ke pas një makinë I shok në gjoksh në motor. Nuk e kam mbyll. Me kalu 1 kilometër kështu. Nuk e kam mbyll live-in në si moment Giulio. Për këtë arsye sepse unë dosha që ka unë me tamam jam të bën kam edhe nuk e kam edhe ka pas raste që jam nal me pushu pak ose diçka edhe prap live-in e kam nën hap aty. Edhe ishte shumë e bukur sepse Alfred Çaku nisi një video, Tan Brahimi pa të ardh pa të pru ujë, Akili pa të ardh pa të pru ujë, kishte njerëz që nalshin gjatë rrugës edhe I bishin burisë makinës edhe më tregoshin telefonin, po shohim live, atë. Ishte vetëm një herë që unë kisha hi live në TikTok, edhe e bukur se nga që s'kisha hi kurr, edhe nuk disha as se si futen njerëzit, as se si heken njerëzit nga TikTok, u bën. Më takoi një herë u fut dikush me mu
se çfarë shtypa unë të dash me i, fut na tha po lozim. O deli thosha se nuk du me luaj. Unë jam të bëj gjatë tjetër, po lozim thotë po bëjmë kështu. Të përfitu prej kauzës tonë. Dzia jetën. Shahmat. Pa. Pse e ke vuj këtë emër podcastit? Çfarë është kuptimi? Edhe din vetëm dy personazhe më kanë mujt. Më ka mujt Juli Kaçorreli, aventurat e Julit, edhe më ka mujt Albano Bogdo. Okay. Por jam i sigurt që Juli lutem më mirë se Albana. Juli lutem më mirë se lutem. Juli është shumë inteligjent. Albano një pik isha të e fitu lojën, por është ai momentin që ti je edhe i përshëndruar, edhe në përpyetjet. Por të thënë drejtë ma morri, edhe fitoj. Vetëm këto dy personazhe më kanë mujt. Edhe komplet rastësi Gjula, thjesht po menosha, kisha 2 javë që po menosha si do t'ja ve emrin podcastit, edhe zakonisht lësha, thjesht pash një tabel shau, të lyt shau, thash, pse mos ja vendosi Shamat podcast. Kjo ishte ideja edhe që të lës me të ftumit sha. Kuptoj. Tash do me të bëj pyetje krejt kështu. Krejt antifeministe. Ishte i humor. Thote, e kuptoj thote që në futboll, për shembull, ka kategori për meshkuj e femna. Pa. Adin. Se normalisht, unë jam një amateur player, edhe mune me lujt kundër një profesioniste të femën në futboll dhe me mujt. Normale, se është çështje fizike. Në basketboll e njëjta gjë, ka me këcy, ka me shëm për tokë. Po në shah më valla. Jo, se ka kategori meshkuj femna. Me sa duket është zyrtare. Jo, ke shumë femna që janë shumë zoja në shah, aden, por ja, ke drejt, kampionati është veç për meshkuj. Kupton. Është zyrtare çuna. Ke drejt. Është e vjallën, është bit i një komedianit huj. Okej. Super. Tash të pyesëm ti Julian, kush do jetë një ftum që do kishe pas shef ta kesh në podcast? Një personazh që thu këtë do kisha pas shef, ndoshta thjesht dëshirë personale, thjesht jem unë përballë ti. I huj apo shqiptar? Apo s'ka rëndësi? Shqiptar besoj se tuin edhe nuk e njohim. Ti ja thua emrin, nuk e njohim. Më pëlqen Etem Ramadani. Ka studiu për astrofizik, ka studiu për spiritualitet, biologji, shumë gjana, dhe pra të thonë që është njëri shumë i thellë, kështu të më thonë. Është edhe nga ana mjeksi alternative, tjerë, mu pëlqejnë këta njerëzit që i futen gjanave shumë thellë. Po. Edhe pjesa e religionit e tëna, do kisha pas shef me një gjuhë, se më kanë thënë shumë veta që... Edhe kur rrinë me ta shumë njëri thjesht, kjo më pëlqen të njerëzit. Kjo është një figurë që do kisha pas shef me pas. Podcast. Ti që kishe bo? Arsimin, gjë e parë. Shkollën e mesme kisha bo profesionale, me detyrim. Që ti, kur del shtetëson për veti shkollë profesionale kam bo. Në Shkodër, shkollë shumë e mirë, austriake. Shkollën e mesme profesionale, vëlla. Jo me delti 25 vjeç për universitetit, s'ke as praktik punët, ke diplom që është teorike, s'ke as i lejgjajt, si gadi për tregun, vëlla. Ke me kalu një 6 muaj praktik punët, me rrogë skandaloze ose po rrogë krejt, edhe një 6 muaj tjerë me gjeti punë më të mirë, shkon 30 vjeç edhe si e kërkun. Kurse nëse ti ke shkollën e mesme profesionale që ti e merr diplom, ti del 19 vjeç në treg punët gati, se shkollat profesionale bën edhe praktik, njëjtë edhe si praktik punët. Gjaja parë. Prap mbrana sistemit kisha futë lanë histori shqiptare, shqiptare, po me marrë ton figurat që kanë dhënë kontribut për Shqipërinë, me i bën një ka një, me i trajtu. Pra me rritat e nacionalizmin, ose patriotizmin, më mirë më thonë. Se kena nevoja, ne s'kena identitet, si shtet. No, kullet Shqipnia jena patriot. Kullet Shqipnia jena patriot, ama gjanat tjera se e hapim... Kur lun Shqipnia jena patriot, po kur lun Tirana vllaznia, i ke spitalet plot. Kupton, kështu që mendoj që duhet me për shkak kisha marr njerëzit që janë studiusit më të mirë, që s'marrën me politikit, që i kisha bën me shkruajt historinë e Shqipnisë vëlla. Me rishkruajt edhe herë. Me rishkruajt, por siç është, me fakte. Pra, kisha kriju identitet kombëtar, arsimin, edhe e treta kisha hek taksat për 4 vite për tanë shqiptar që vinë me investu në Shqipëri, me hapje biznes, edhe me punësu të paktën 2-3 veta.
S'ke taksi që vëlla, thjesht hajde këtu, sjell ekspertizën prej shtetit. 3 gjanat kryesore. Manej tjera. Mënesh Xhulio se nuk e di në cil vit, por taksa është shpik edhe taksa ka filluar me 2%. Po. Alla është banë. Kur ka luftu Anglia me Amerikën, që kanë pas luftë, atëra shpik taksa dhe taksa llogaritë me ka një mbështetje për këta luftar. Po. Kurse sot në Amerikë ka atë disa %. Ishte shumë bukur po flitë njëri në anë Shqipëri, duket nuk e di, anë botë nuk e di, që po thotë se unë paguaj taks për rrugën që eci, ndërkohë paguaj taks për makinën që kam, ndërkohë paguaj taks për ujin që pi, ndërkohë shumë, jashtëzakonisht shumë taks. Nëse kjo bëhet që thu ti, kisha hek taksat për 4 vjet që e kishin ndihmuar një biznes, besoj se shumë kishin marrë atë vrullin që Patjetër. të hapim një biznes. Ashtu ajo që po ta thonë atë video që më thati, o vlla, mu më thonë shumë vet, pse s'po shkoj jashtë shtetit me sakrifiku 5 vjet me ndërtu diçka atje. Po pse sakrifikon në Shqipëri, në Tiranë, a kupton? Tash s'kemi pas rrogat i sa e ta në njëra tjetra, po këtu ke familjen afër, futesh në kontakt më shumë me njerëz se flet shqip, evente gjana këtu merret vesh, se thonë ja po vjen i vogël s'ke mundsi. Po kjo është avantazh valla, se ti si më the përpara podcastit 2 telefonata ke larg një njerëz që duket i paprekshëm. A kupton? Manej ka vështirësi. Po pse mendon ti se ikun ka shumë njerëz pra? Ça nuk shën me Shqipërinë? Mendoj se është më shumë, shpresë. Këta kanë bërë shpresën, a kupton? Shpresa këtu në Shqipëri është mu shpresa më në Shqipëri, a kupton? S'moj nas taksat as i gjatë. Shpresa, po a ke vurë edhe sa pesimizmi malla Xhulio? Pa është media që pesimizmi në maksimum. Media. Bane bro, hyp në taksi. Fillo fol me taksistin, vetëm halle çan. Unë ve kufje kur hypin taksi valla. Vetëm halle çan. Fol me pronorin e lokalit, ai çan halle se si nuk punon. Fol me shitsin, ai çan halle se si nuk i shitet malli. Fol me një brand, ku diu një brand, çado brandit ai çan hallen se si nuk ato e Shqipëria. Kështu që pesimizmin maksimum. Me keni fije mo dhe dalën vasa. Ma rajt vedin i herë në fillim u burë. Se kena rajt unë e të vedin film që ka me pas filanin podcast. Ne kena pas njerëz në podcast që okej, sot na duke normal se njerëz e kena kuptu. Po në fillim na ndu, a thu se që janë, a kupten. Fundit njerëz o valla. Sepse unë e ti Xhulio jena taku një kohë që ishim të dy në fillim. Po, ishim të dy pa podcast. Edhe thjesht bashim diskutoshim se si unë do ta hapi një podcast të tillë, ti më thoshe unë do ta hapi një podcast të tillë. Edhe shot që ku jena po bëjmë një bashkëpunim podcast. Me hap Instagramin tan. Ka atë shkrume Albanian Success Network, podcast by Xhulio, Radi Marketing, Success Made in Albania. 4. Sa është edhe t'jenë 8-4 ta në Xhulion. Sa është i menaxhosh ti bash 4 nga këto. Menoj që si për marrë është gjoja më vështirë që mundesh me bën jetë, edhe të njëjtën kohë më bukura që mundesh me bën jetë. Është paradoks që të jetën me të njëjtën kohë. Por që unë kam një lloj, unë e kam bërë si ekosistem. Nuk është se janë, nëse ti merr një nga një, janë biznesin vete. Podcasti është komplet biznes në veti, se ke njerëz që bajnë veç podcast për shembull, e kanë monetizu. Agjencia është gjë tjetër, media është gjë tjetër. Pra unë kam bërë si ekosistem, këto plotësojnë njëra tjetrën. Sa vështirë është. Po. Sa vështirë është. Është e vështirë, po është e bukur, se unë e bëj me qejf, me thon drejtën. E bëj me qejf se me thon drejtën është edhe kënaqësi, po është edhe çështje e egot. Jam i sinqert. Është çështje e egot valla, se kur më vjen mu një supermarket këtu, më thotë ne me marketing, tris biznesin, tris punën. Nëse më rritet puna, unë punsoj njerëz më shumë, është çështje e egot, se unë them unë kam rrit filanin. Po. Është ego, e pranoj, e kupton. Sepse kjo është një pëtyne që thash unë ty më parë ne do të bëjmë shumë, se a ke vure jena një popull Xhulio si ka shumë raste që bëjmë pak edhe kërkojmë merit. Bëjmë shumë pak gjëra, ama kërkojmë merit, a din pse nuk po mec kjo ose pse nuk kjo. Venere disa njerëz tjerë bëjnë kaq shumë, prodhojnë kaq shumë, edhe prap janë në atë fazën që ala nuk kanë pasi gjë, por janë të prodhu shumë, janë të punu shumë. Kjo është besoj se është një pijano që ti duhet si e kohë që thot you need to Pije ujë kristal. Pije kurse. Super ujë. Ti
ti du të punosh kaq shumë sa të jetë e pa justifikueshme që mos të Alex Hormozi, duhesh me bë aq shumë volum pune sa të jetë e pa justifikueshme dështimi. Adin. Është jam shumë dakord me këtë. Jam shumë dakord. Deshta më përgjigj shkurt pyetjes që më thati si ka mundësi që ne bëjmë pak edhe presim shumë. Kërkojmë do të kitje. Është edhe çështja kështu në lirë. Për shembull, shumë djem të ri, besoj më shkruajnë mua, besoj shkruajnë edhe ty, si të baj lek shpejt. Këtë janë ne. Kam provu 7 gjona, kam provu dropshipping, real estate, njëna tjetra. O vëlla, është shumë e thjeshtë. Si mundesh ti me më konkuru mua, ti ban 5 gjona, ti ban podcast, ti ban real estate, ti ban dropshipping online, ti ban trading. Ban tana i ban ka 10% në ditë. Si më konkuron ti mu që unë baj 100% podcastit në ditë, Allah. Si mu nësh mu bati më mirë son. Veç me kanë Elon Musk, se s'ke shanse. Në experiencen teme, edhe gjana që kam hap, janë prap mërë të njëjtë skuadrës, mërë të njëjtë biznes. Ashtë një dhe familje. Unë kam kuptu, vëlla, që ti, në qose dhe në me baj gja, duesh me ju fut 100%. S'ke shanse. Unë edhe ti jena super të mirë për marketing. I tesh me hap një brand, i biznes, i diçka tjetër, e dim shumë mirë se si mundesh me e ba me ecë. Po çështja është se me lan podcastin mrapa, me lan biznesin mrapa, s'ka mënyrë tjetër. Edhe për këtë 100% fokus apo. Edhe për këtë arsye, Xhule, për këtë arsye nga që unë kam pas që ti je fut shumë, edhe për këtë arsye unë nga ky moment e mrapa bashkë në radio dakord që radio marketing do të marrin përsipër në Elir Pirn dhe Shamatin si një brand bashkëpunimi. Bashkë me Success Media në Albania, bashkë me Albanian Success Network. Pra ta deklarojmë, ta thojmë njerëzve që në Elir Piri si personal brand. Në Elir Piri si personal brand, edhe Shahmat Podcast është pjesë e Success Media në Albania. Edhe përveç dëshirës me arrit si biznes e tjerë, kjo është misioni jem, po përderisa kena rënë dakord, misioni është me shpërndaj fjalë të mirë në Shqipëni, ajo që thati para. Edhe nëse se zgjaja ti thuje fjalë të mirë se unë besoj shumë në energji, edhe në mendimet që kena, edhe në gjanat që thojmë. Nëse ankohesh për ditë, valla ti ke më tërheq atë gjanë, valla. A kupton? A din sa kam rajtun vetin në fillim në Elir? Se me këtë energjinë kaq shumë kam filluar sa ka filluar më bë mërzitshme. Aman se kam. Dakor, se nuk futem më shumë spiritualitet. Se janë njerëzit si fillojnë shumë malla energjinë ka filluar më bë shumë tepruar. Populli thot fjalën njall, me njall mirë. Po. Po është e njëjta gjë, thjesht sa ti thoj me tërheq gjana të mira. Po në fundit është e njëjta dio, burr, a di. E kuptoj Xhulio, por njall mirë, burr, njall mirë. Çfarë po të kushton? Shiko. Janë shumë gjana që në Shqipëri fillojnë të bëhen trend, edhe tonë marrin. Po. Është diçka. Edhe podcastet më e ke po. Jo, e kam fjalën të energjie, lënë podcast. E kam fjalën të kjo fjalë energjie. Ta japi shembull tjetër. Po si quhet ajo? Manifestimi. Po. Kaq shumë e kam lexuar se ka filluar të më mërzit. Kanë filluar të më mërzit njerëzit. E kuptoj. Jam të manifestu. Am fal, çfarë do të thonë me manifestu më shak? Manifest si e shpjegon, si e kupton ti fjalën manifestim? E para punës njerëz të keq kuptojnë herë. Manifestim mendojnë se un po e mendoj këtë gjën, edhe po më vjen. Jo, valla, nuk funksionon. Bravo. Manifestimi është siç bën arkitekti, valla. E bën atë, e vizualizon atë skicën, edhe ja kalon inxhinierit, inxhinieri ja kalon punëtorëve të tjerë. Quhe manifestim, quhe çfarë dush, po marr aksion nuk ec. Po din çka ka manifestuar, unë sot Elon Musk është kur gjao për vallmet, po puna është me i bëj 5000 podcaste, Jo, këto janë shumë gjëra, që hin si fjalë në Shqipëri, hin si treg në Shqipëri. Okej, nuk kena përballuar me këto fjalë, por fillojnë atëherë përdoren kaq shumë në mas, sa fillojnë ta mërzitin si punë manifestimi, on po manifestoj, manifestoje, po çoj lëviz venit edhe bën punën. Po. Ose energjia ma ke dhënë një energji të mirë. Po si ta kam dhënë energjinë e mirë ose si ta shpjegoj? Do me të kundërshtutesh se kjo është e mira që kjo në podcast se un jam gjithmonë i shkoj mas vis njerëzve. Kurse gjëja që më pëlqen te ti është që ti e kundërshton tjetrin edhe për me xharr esencën, sa seriozisht e ka që thot. Tash po e marr edhe këtë çastin që ke ti. O vëlla, internetin ti a shef me sy? A shef kështu për shembull, se shef, sa është thjesht val. Është vibrim, domethënë val, që vibron një frekuencë caktuar. Ti e shef nëpërmjet pajisjeve që, si më thon, funksionon ka, po tamam internetin e kena kudo.
I tash, edhe Bluetoothin, edhe vajtë telefonin. Julian, qose unë kam nevojë. Edhe energjia është e njëjta gjë. Qose unë kam nevojë për ty, qose ti ke nevojë për mua, do t'jap një energji të mirë. Qose s'kam nevojë për ty, s'ke nevojë për mua, do t'jap një energji të keqe. Pa nuk teprohen Julio. Teprohen, jam dakord me ty. Por fillojnë të teprohen xhanat. Fillojnë të teprohen atë pikë që prapë u kthehem te manifestimi, rri në kafe Pidohan edhe po manifestoj që të nodhin kjo gja për mua, edhe tash me këtë fjallë energji, aman se gjdo 4 video e një gjënë fjallë energji, gjdo 4 video, fillojnë të prohen. E di se që thunë, e kuptoj. Në lirë, vendohesem ju bashku Success Made in Albania, me fut podcastin edhe brandin tanë personal në menagjimin tonë. Pse? Sepse unë kam pa punën profesionale që ti ban, unë kam pa suksesin që ti ke arrit me pas me klientët tuj, edhe besoj sepse deri në këto momente, unë nuk e kam marrë shumë seriozisht podcastin, e kam marrë diçka hobi, diçka do të njoh njerëz, diçka që thjesht për plotësim personal. Por besoj se ka kohë që ta baj në mënyrë profesionale, edhe për këtë arsye më duhet një ekip profesional, edhe për këtë arsye kam marrë të radio marketing, Success Made in Albania, që të kaloj një nivel tjetër profesionalizmit. Sepse, Giulio, sot është e vërtetë që tha ti ke shumë podcaste, 50 podcaste, 100 podcaste, por kam menu, cila do jetë ajo diferenca që do bëjnë podcast jem me 50 tjerë. Edhe në një kohë tillë kur ke shumë, besoj se profesionalizmi ta bën diferencën. Edhe për këtë arsye, përvëri do më epshti. Super, jam i gëzum. Kush ka kanë iftumi që të ka lënë më shumë mbresa? Ose që të ka thonë, që të ka bën munol? Gens Fuga. Pse? Ja, aktor edhe ke parasysh zoni i një person që i rrit gjithë kohës duke një gjuhë në televizor edhe të ma gjepte me atë zonin vet. Gens Fuga 1 edhe Egi 2. Egi ishte një personazh që unë e kam urry. E ke urry Egin? Shumë. Unë e kam pas fiksim. Ja, unë e kam me fjalë. Komplet pa limite, komplet. Para se me pas Egin të ftuar në podcast, unë e kam urry si personazh, nuk më dukte as pak funny, çfarë që më delte në për reelsa, ku diun e kisha ndaj ti, ato rrete ndaj ti. Çfarë kuptove që të ndryshoj mendja? Jashtëzakonisht shpirti i mirë. Jashtëzakonisht djali i mi, kam kalu kaq bukur, sa nuk e menova se do ja kalosh kaq bukur me të, edhe kam dëshuar komplet menim për të. Edhe është ajo që mos e gjykoj jetën pa njoft përballë, pa ditë se si është në realitet. Sepse ai bën do video që janë komplet pa komplekse, del me janë komplet zero komplekse ka ai si njëri. Këto gjëna para se më njoft mua kanë bërë me pas një çështje negative ndaj tij. Po kur e njofta, kur kam bë emision me të, jashtëzakonisht ndjali më. Po i ftumi që ke thënë me veti, ç'a mu desh më valla. Ç'a mu desh si e mora. Ka, po no comment. Nuk do të them. Ka, Ka. Mos në është të do na thush ba me pifi e uj, Kristal. Mos ka ka njëni që të ka mujtë, mo. Në sha. Ja. Në i lirë, ti e shumë i zotin sha. Po njëtën real, a i përdorë strategjit, a i disa hapa para? E përmene para dhe ti Andrew Tate, edhe i thët një fjalë shumë bukur. Në lojën e shahut, thët, keme pas ka momente që ti në avantazh në lojë, ka momente që në disavantazh në lojë. Thjesht në lojë, shikoj lojën edhe shikoj me qa mund të lush. Thjesht vlerësoj kurt e shahut si mundësi tjetës tane, qa ke në fush. Edhe këtë gja përdor shumë shpesh, sinqerisht, nalesh me nënë qëfar lojet kam përballë dhe si duhet me lojt. Në të momente, ashtu që thashtë ti për shkakun, duhet bëj një podcast profesional, duhet bashkëpunoj me Julian. Po. Kjo është një formë mënyrë lëvizje. Patjetër. Taktike. Kur kemë thonë me vedi, ja bana shah matjec? Mjep i vit. Një vit? Po.
M'jep një vit. A din çka kisha thonën Nelir? Shqyqër Zotit që se kena arrit suksesin më të mall, alo. Se i bën që më nej veç keme shku të poshtë. Ma mirë ta kena suksesin gjigant, ku dino, 40 vjeç, 50 vjeç. Që t'jena në rritje. Kur e ke step by step, Gjulio, është shumë më mirë se sa kur vazhdon. Direkt. Step by step është shumë më mirë, sepse arritesh edhe ti bash, se shumë gjana, unë për veti, kur erdha, kur e fillova podcastin, shumë gjana nuk i kam ditë edhe i kam mësu gjatë rrugës shumë gjana. Për shembull, një prej gjanave mora pjesë në Big Brother, po ajo gjë mësoi mua se si duhet të sjallesh i fije me kamera, se si ka raste që jo çdo gjë ta merr shumë seriozisht, por edhe ta këtrosh i fije, edhe mashtrosh i fije, edhe të gënjesh i fije, edhe ka ardhi kohë që ti e shef se gjanat ai që po ec viral sot janë gjana që i bën që nuk me konsens. Ata caranua, se ti shpërndan vlera, kupton? Ti thret njerëz që kanë lënë kontributon jetën e tyre për audiencën. Ata caron kur shef njerëz që vallva bën do reklama pa lidhje, kupton? E kuptoj, por ose më fal, jo thjesht reklama, bën content pa lidhje, kupton? Kështu ka ardhur kohë, Gjulio. Mund ta caron edhe ankojo, ose mund ta përdorësh atë një njëjtën gjë. Kështu ka ardhur kohë, nuk është diçka që nuk mundesh me luftu. E ke kot. Unë për shamu, baba em ka shumë probleme politiken. Ai sa si shef politiken lajmet, acarohet, edhe them, shiko, është kohë tjetër, kjo është. Ty thjesht të bën keq me vetin, por kaç do të merrja më të mirë edhe vazhdo. A mendon se i njëri mundet me ndryshu botën ose jo botën, Shqipnin? E din kush është David Goggins? Po. David Goggins ka ndryshu komplet perceptimin e njerëzve se si dalin sot, nuk e di nëse e ke pa para 2 javë një turk në Gjermani bani 630 kilometra, edhe ai shpjegon shumë bukur çdo limit është i pathyeshëm këtë botë deri kur ta thën dikush. Atëherë fillon e bëhet normale. Edhe në Shqipëri besoj se është kjo që nuk ndryshohet deri në momentin që të vinë dikush të bëjë një ndryshim shumë madh, derisa të vjet bëhet normale. Edhe besoj se po. Cili është limiti që ti e ke pas para 1-2 vitesh edhe sot e ke kalu, edhe sot duket që s'pas ka kanë kurrë? Çështja me ftumit. Okej. Çështja me ftumit sepse kam pas shumë emocionale, ashtu si thuti që ti e vend pjedestal. Shumë nel, atë vjen një kohë që thotë që se tash ka ardhur koha që bashkë na koleg, nuk avudën. Okej. Tash duhet ta bëj ty i pyetje Gjulio. Okej. Ndërkohë të pa dhe podcastet tu e Gjulio, unë rrjedh një temë që po diskutoshe, ka ardhur një kohë që njerëzit vlerësohen bas followersat që kanë në Instagram. Vlerësohen bas followersave që kanë Instagram, ama followersat mund të manipulohen. Tash unë e kuptoj se me ta aman si vlerësohen njerëzit në bas followersat që kanë Instagram, por këto followersat manipulohen. Si mund ta ndash ti? E shef sa intervista ke bë? Ja, 190. 190 intervista. Sa followers ka në Instagram? 30.000. 30.000. Ama mobileri qyli ka 80.000 followers. Podcast Holly postimin e parë, launchin, që po vjen coming soon. Fute me shofën Instagram, 178.000 followersa. Një postim, 178.000 followersa. Qa është kjo, a kupton? Qa ke muhabet, a kupton? Unë që marrë me marketing, po s'ka nevojë, edhe dikush që s'marrë ta shumë e thjeshtë, sot ka ndryshu loja e algoritmit. Sot ke 100 followersa, bani video të bukur, bani mesazh ose bani video argëtuese, etj, shkon 2 milion Allah. Çfarë duan followersat? Po është si gjithmonë që ne shqiptarët kena çefat për sy e faqe, si përfaqësorën, edhe nuk na intereson na blehen as blehen, po thjesht thot si më rriti followersat. Mu më vjen një businessman, për shembull që nuk e din as vetë se ç'a dojnë, më thot hajde më rrit followersat. Valla, pse s'më thua hajde më rrit shitjet? Shumë e thjeshtë, valla, atë intereson ty followersat, atë interesojnë shitjet e biznesit tën.
Sepse është e drejta që thaj ti, njerëzit sot gjykojnë post followersa. Edhe unë jam gjykuar. Kur kam pas, unë i njëjti njeri jam. Ndoshta jam më i përmirësuar, okay. Kur kam pas 5000 followersa, i bësha follow njerëz të famshëm për shkak në Shqipëri. Nuk thete kush follow. Tash që kam 38,000, kujdo më i bë follow ta kthen mbrapsht. Valla, jam i njëjti person, a kupton? E kuptoj, por sot, nga një anë tjetër, Giulio, nga një anë tjetër, tash ti ke bë diçka. Ke bë 100 podcaste, a din, nga një anë tjetër nuk gjykohen ajo gjëja. Se kur ke pas 5.000, nështë ke bë 3 podcaste, sot ke bë 100. 100 podcaste Giulio që ke bë me businessmen. Beson se me gjithë ato njohuri që ke marr nga këto, je zoti si sot në Shqipëri të hapsh një biznes tonë ta bash suksesshëm? Po. Por ka i gjallë. E thotë ai Pasquale, to build different. Thotë knowledge without action is powerlessness. Do të thonë, unë mund me kanë më zhuti, por kam pas djalë 16 vjeç që ishte lexuar 80 libra. 80 libra, po çfarë duhet dija? Un kam mësuar prej tana industrive, di komplet si është klima sot në Shqipëri për biznes. Edhe në diasporë se kam pas edhe tuj. Çam duhet mund çose nuk marr aksion valla. Por që po, besoj edhe e di që mund me bë suksesshëm. Por gjithsesi, nuk kam hap biznes të ri, jam thjesht të implementu në podcast ata që kam mësu. Ndole të shiko ku është pyetja që kam bërë për ty. A është më mirë të kesh apo të dish? Po mënoj pak. Se e di përgjigja është gjithmonë ai default i standard është më thon me ditë, a din. Ta mendoj sekondë. Për zotin, edhe me pas nuk është kaq valla. Se me pas ti merr njerëz që dinë valla. Shumë e thjesht. Ke 100 milionë euro ti, merr ekspertin e ekonomisë, merr ekspertin e branding, marketingut, merr ekspertin e real estate, ku është location i më i mirë që me vu zyrën tëme. Edhe ke valla, po më fal, na i lart, është jena sinqert. Sa përqind e pronarëve në Shqipëri thjesht ka në burr, s'din. Shumë e thjesht. Edhe janë sukses. Ma beso Giulio, a te lexove se e kam shkruar me ta bë këtë pyetje, sepse është ajo që i në rrit me këtë, se ma mirë është me ditë se me pas. Por, e din kum ka bë përshtypje kjo thanje, para 2 vjetëve besoj, dolen jeta luksoze e disa fëmijëve deputet që po bashkë një jetë luksoze e një deputetit në Shqipëri. A ti thu, mirë valla, çka ka nevojë ky me ditë? Ose unë i pari që du me ditë. Për çfarë du me ditë? Unë du me ditë që me arrit me pas. Po nëse kam fix. Po nëse ke mundesh me arrit me ditë edhe më kollaj. A kupton? Nëse kam. Thjesht kam. Ose e marrin shumë personazhe për shembull, e marrin si shembull Donald Trumpin, po Donald Trumpi ka ditë që e ka pru kompaninë e babës ti e ka çu sot në kompani bilionere. Po ka trashëguar me emrin. Jo, ishte kompani milionere. Donald Trumpi ka dalë jetë me 5 milionë euro. Po. Fix. Thot a small loan, një kredi e vogël thot prej babës tën për $1 million. Dakor të vladin. Kështu që ta mendosh, besoj se ka koha ta ndryshojmë pak këtë, është më mirë të kesha ta vëm pak në diskutim, është më mirë të kesha të dish. Ke marr pjesë në Big Brother. E para punë si është si ta ka ndryshuar jetën tonë, pjesën e reklamave, brandit tonë personal. E ka ndryshuar Giulio sepse vjeni kohë të njohin më shumë Shqipërinë, thjesht të bëjnë një reklamim shumë të madh Big Brother, jemi sinqert. Mu më ka ndryshuar perceptimin se si duhet të sjellësh para kamerave. Këto dy gjëra besoj, edhe më ka hap shumë me publikun e Kosovës, i përshëndet shumë, janë jashtëzakonisht shumë mirë, më ka hap shumë me publikun e Kosovës. Kush mendon se është dashur me fitu Big Brotherin? Ai që e ka fitu apo në kusht tjetër për ty? Kur dolën në finale Big Brotherin fitoi lëndrimi. Edhe ishte bashkë me Elionën. Edhe unë isha një për aty në personat që thosha cili do nga këto, ta fitojnë, unë jam okay. Unë si fans i Big Brother, ose si shok i këtyne personave. Pavarësisht se unë personalisht kam mbështetë Eliona, dosha ta fitosha Eliona, por edhe lëndrimi, ideal jashtëzakonshëm, me shumë energji, ka dhënë shumë.
për me fitu, kështu që besoj se cili për ty ne ka meritu. Në Ilir, për podcast ti përgatitesh 1, 2, 3 ditë para, disa orë e tjerë. Edhe në xhirime 1, 2 orë ti jep maksimumin tënë. Je idealja jote. Po me ka 24 orë në kamera, si është? E loshme. E loshme. E loshme shumë. E loshme shumë. A mon ton kohën menjen që jam live apo të bëhet kështu për diçka? Ja, ka momente që e mendon, ka momente thjesht është e loshme në momentin kur flet sepse nuk din se çdo fjalë jote do të gjokohet edhe nuk din gjatë cilat pejtune do të jetë. Se mund të flish shumë fjalë që beson se është gjaja e duhur, ama ti do për një fjalë komplet pa mene do të gjugosh për atë fjalë, që e loshme shumë. Sa përqind ke kanë vetvetja, sa përqind ke aktru? Me hi me thonë se tonë thonë kam kanë 100% vetvetja dhe prap është diçka boring në din. Por kam harru me aktru, kjo ishte gabimi. Kam harru me aktru, sikur kisha menu pak se shikosem duhet të aktroj, besoj se do kisha kanë shumë më mirë, por besoj se ky ishte gabim se kam harru me aktru. A menon se mundet me fitu dikush Big Brotherin po aktru hiç, të kanë 100% vetvetja? Po se nuk e di sepse ti nuk i njeh njerëzit a janë përmend apo aktrojnë apo janë vetvetja, nuk i njeh. Më ka bërë përshtypje kena pas Alba Pollazhani, më ka bërë përshtypje si personazh thosha. Atë se marr vesh tamam. Bravo, thosha. Imagjino sikur në këtë formë tjetë edhe në realitet. Make sense. Okej. Në Ilir, tesh me bashkëpunimin e ri, çka kanë me prit njerëzit prej Shamat podcastit? Te sezoni i ri që ka më ardh, me përmirësime në teknologjinë, profesionalizëm e tjerë, po tesh prej në Ilirit, çka kanë me prit njerëzit? Se unë e di që ti përgatit je disa hapa para. Kundërshtime Gjulio ndaj të ftumëve, sepse ka shumë, nuk e di atë ka noti Gjulio, shumë raste, që ti e respekton të ftumin. E respekton sepse ka ndëru që ka ardhur. Bravo. Por vjen një kohë që nëse ti e ke një gabim, ja thu një menim që unë jam kundër, ka shumë raste që nuk i kundërshton sepse shika se do t'ja baj qefin. Ama besoj se do ta mbyllim me këtë hapin me ta baj qefin si më ke ardhur në emision, nëse ti thu diçka që mua nuk më pëlqen, unë do të kundërshtoj. Edhe mezi për Xhuliet kim dikë politikës, ta kundërshtoj me plot forcën që kam. A thu kanë me të ardha jo, se me këtë që the ti. Por nëse të vinë, tregon që kanë një lloj vetbesimi. Do vinë. Nëse vinë, tu e di që ti ke me kundërshtu. Ma besoj se do vinë. Okej, kështu që të ftumit që keni me po atë në Ilirit të Shemrapa, minimumi janë të hapën edhe të përgatitur për kundërshtim. Jo, nëpërmjet kundërshtimit edhe konfliktit zerret ajo esenca. Gjithmonë çose e ke gabim, po të kundërshtoj thjesht se duan, a din, por çose e ke gabim. Kështu që nuk do ta hapi krahun thjesht se e vip. Kjo është ideja. Super. S'kam çashtoj më. Në Ilir, shumë faleminderit. Nice more. Shumë faleminderit edhe shihemi së shpejti. Shifna.